Blero reagon pas sulmit fizik ndaj Alaudin Hamidit. Këngëtari i njohur Blero Muharremi ka reaguar publikisht pas sulmit fizik që ju bë moderatorit Alaudin Hamidi. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai e ka cilësuar ngjarjen si një akt të ulët dhe të pajustifikueshëm. Është shumë i ulët sulmi që i është bërë Alaudin Hamidit. Jam i bindur që policia e Kosovës ka me e zbulu këtë rast. Edhe jam i bindur që shumicës është veç një naiv që është rrembyer nga ndonjë nxitje e një njeriu të ligë, ka shkruar ai. Blero ka theksuar gjithashtu se Hamidi është një shembull i mirë, duke i dalë në mbështetje publike në këtë moment të vështirë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.